Dy persona G.Z rreth 21 vjeç dhe Sh.Z rreth 24 vjeç janë arrestuar nga policia si të dyshuar për përfshirje në një skemë mashtrimi online. Skema ishte ndërtuar përmes rrjeteve sociale dhe e kamufluar si shitje kartelesh të mbushura me para. Ata dyshohet se kanë kryer veprat penale, lëshimi qeqeve pa mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi kartelave bankare apo të kreditit, vjedhje e identitetit dhe kredencialeve, si dhe hyrje e paautorizuar kompjuterike. Policia bën të ditur se operacioni është zhvilluar në 3 lokacione të ndryshme në Podujev. Të dyshuarit me qëllim të përfitimit material kanë shpërndar video dhe foto në internet duke shfaqur kartela të bardha për të cilat kanë postuar se janë të mbushura me shuma të ndryshme të parave dhe janë të gatshme për blerje. Gjatë bastisjeve janë sekuestruar prova materiale të shumta. Në cilësi të provave materiale nga të dyshuarit janë konfiskuar 2 laptop, 3 telefona celular, kartmonedh imituese 50 dhe 20 euro, me të cilat është simuluar kryerja e veprës online, kartele bardhë dhe 3 pistoleta me gaz me 17 fishek, për të cilat armë është iniciuar rast i veçantë në stacionin policor Podujev. Njohës të fushës së sigurisë kibernetike vlerësojnë se kapacitetet institucionale për trajtimin e krimeve online janë të kufizuara. Fatkeqësisht institucionet tona, qoftë policia, qoftë institucionet tjera të sigurisë kanë kapacitete të limituara për këtë punë. Edhe shumica e saneve janë nisën me vetu masi të bëhen raportimi përmes mediave ose direkt në polici. Unë nuk njoh personalisht një prokuror që është ekspert për krime kibernetike, që i njeh krimet kibernetike dhe çka ndodh kur një person arrestohet për keqpërdorim kartelave, trajtohet sikur një vjedhje rëndom që vjedhje rënd. Hetimet ndaj 2 të rinjeve do të vazhdojnë në procedurë të rregullt.